domet, s'kem qa bon. Po. To dome janë që qa vinë 50 mirë se vinë. Po, kam të qeva për një bo krytari, mishë me dojnë me nga vizitu pa krytari, që qa mi ka bo rrugës. Që s'po këti, unë sërë për vejtë s'ka mundësi me të rrugën. A ju kanë tregu ata që na i kna moshë dita veprimet bromë? Komuna i pas ka dërgu zjarë fiksit në broma, po? Po, as keni pranu vetë me dalë për shpisa? Ja, s'kena një sanes. Vetë na kanë thirë me shku me të rjekë, ma sa ne kanë thonë ja, vesh me na nimu me mjetë, se na nuk dolëm na përrim këtë. Kemi ardhur në fshatin Zabel në komunën e Drenasit për me pa gjendjen ndryshe njihet pra si korrotice olët, për me pa gjendjen nga vërshimet prej rresheve atmosferike që kanë filluar dje. Qysh po e sheni gjendjen, dje policia i ka vendosur disa shirita për me ndalu qarkullimin në këtë rrugë, por qytetarët si duket e kanë larguar dhe janë duke vazhdu qarkullimin. Dy shtëpi që ndodhen në anën tjetër të rrugës e që aktualisht janë të bllokuara nga vërshimet e ujit. Ne kemi intervistuar edhe pronarin e njërës shtëpi, i cili e ka treguar gjendjen deri më tash, a ka deportuar ujë mrena edhe dëmet që i ka shkaktuar deri më tash. I kemi dërguar mesazhe edhe kryetarit Ramiz Lladrovci, i cili më herët me ekipet e tij ka kalu ka kjo rrugë dhe kanë vizituar gjendjen çysh është. Unë jam Besar Veseli nga Zabeli Olt. Korrotita shkurt që thënë kësaj. Unë jam 6 antarësh, vlerësimet përsin e vetë. Kryetari është mirë më duk pak, me kjo që ka bëgë një vërësime. Prej si ka njës dje reshje, që shtu gjendja? Pej me nëzëjtë 9 ura dje, që shtu në gjendja. Ma shumë kjeda kanë bodam 100 kjerët, këtë rrugën përshqit surpriz, kjerë atë, pak për mas më ka gryjë shpin, ujtë, mropa. Po, a ka deportu mrena? Pak në banja po. Edhe korridorën më ka rrugë pak, tash përsin e vetë në gjendje të. Ju jeni 6 antarë, ti bashkëshortja dhe fëmijë? 4 fëmijë, po. 4 fëmijë. Këtë shtëpi e kam pejzarë për mëkimtarit, nuk e në gjanë në mo, i ka kushtu në ira ma blej, se kom jetu në barokat niklit, e dini edhe komunja krejt, ardhë, sefer mërgjimtarit, një donatori zvijtë, sa në një më mejtaj, se në gjasë kërshon, ma ka blej me trull, me shpi, me ka krejt. Bënori u mushuj, kjerë defekt, drunë të mropa mi ka bajt, ndërë zërë, qa vjen 50.000 se vjen, për njeri i të thonë. Do të thëtë domet, deri stash edhe vetura nuk është më funksionale? Ja, nuk është më funksionale, stash kujna pravojna jo. Edhe bunari ujit nuk është më... Ja, bunari shpijet heq absolut më. Po. O sjellësin her kem, her s'kem. Dje ndollë, 2-3 ndollë doth, me shme marrë bëk, s'kena pas rrujmë ja. Po, qysh pja bon për nevoja dhe më thonë familjare, po do është me dalë në për uja? Na për ujë do të më përdjel, i kam pa djenar të astëjo që janë këtë të kërshë më kanë pa. Del që se të zonë më ka merë të dollë, del të këshyrë, domet, s'kem qa bon. Po. Të dome janë që qa vinë 50.000 se vinë. Po, kam të qeva për një bo krytari, mishë me dojnë me nga vizitu pa krytari, që qa mi ka bo rrugës. Që s'po këti, unë sërë për vejtë s'ka mundësi me të rrugën. Po. Ma ka bo domen, ka me dollën e mas pare. Kjo e bëna kjera unë këtë së ndanë mo. Prona aty ku shtëpia është e juja, po? E jame, pej ku ma shtëpia dhejt e kjeri prona jame. Këne janë një të tërkojna ajtë pranari shtëpis. Të domen jenë më bëllë, qëre vetë, qëre. Po, rjedha ujit që shpeshohen veç është të vazhdu kështu. E është të vazhdu pejna djenë në nëra në nëzës. Po. 2 denarë, saj denarë, policia, na kanë imu shumë. A kene ujë me hikë, këmë po prejse më pak. Po, për momentin e njerë, jo. E familja që shpe përballojnë? A janë qëtësu? Po, janë qëtësu mirë. Se dej me pramëshën, thminja s'kam qenjt, o bab, që se Ujë. e në ujë. Këmë najtë dhe në tretë në nëzës, këmë najtë, sa bojtë të eru. Energjia elektrike apo keni furnizim? Kena pas dhe dje, kanë ja 2-3 euro nëllë. Se ka pas dhe vështimja tjetë të keku. Veç tash po ka do më Tash ka rrim, po. Rrim tash ka. Okej, ujë nuk keni, ujë të pishëm? Ja, ujtë pishëm s'kam. Bënor, ja ujë silë të nëllë, pej djetë. Po. Anë cejtë në varë se trobullu tash pej ersina. Po, do të thëtë për ujë edhe nevoja tjera familjare, do është me dalë çdo ditë. A është do të që, veç ta kesh me ble. Ma e të kesh buk bleva ujë me pi. Po. Po, zëti na kondër. S'kem ku me ikë pej zëti, Do qaj. thëtë zyrtar komunal ende nuk janë ardhur. Ja, sa e orë kryetari me kerë, asë nuk e nalë, që ati ja bona me dërë më nalë, s'mu nalë kryetari. Me një kryetari, ma boj zgjidhe për rrugë, me dalë, gjysh me abon, po s'mu nalë. Ashtë s'kan që me shtu, kryetari bëllë, ka më një, ati janë drenas, berlojzë të gju, qytetari, vetë nga ka po qytetari në këto.
kena ardhur të këto 2 shtëpi që janë blloku prej ujit, a kanë ardhur ende ekipet ose a ka më pas ndonjë veprim prej komunës deri më tash apo ende jeni në procedura? A ju kanë tregu ata që na i kena mosh dita veprimet pronë dhe ata i kanë kundërshtu veprimet tonë. Jo, nuk e than. Ata më kanë thirrë, mu kanë thënë kryetarin Namit, që na rrethun nga gjitha onë. Po? Ka ujë. Ju më thëmë se nuk jeni largu, jo, po nuk i kena bo, nuk i kena vit, ani qëma lokacionin, unë i qëj nëzit e zjarëtiksave edhe ju nëzirin. Po. Ma si kom që nëzit, zjarëtiksav ka thonë jo, që përdojna me dollë, po përdojna me në dhonë pare se na jetojna me sociale, nuk kena ushqime, nuk kena këto, nuk kena jo. Na i gore nuk kena ku me bo, secionin ku të rjetë. Zjarëtiksat prej punës ku jenë kënë të e gryshme bjëm qytetarve për ajgore, i këmë thonë më të bëni ajgore se ju një ki penalisht për mashtrim. Po, do më thonë, arsyeja është që komuna njëherë për njëherë ka dosh me kry një zgjidhje mos me rreziku familjet, apo? Jo, arsyeja është na çdo jetë që rrezikohet jena në gjendje jena detyrun me tërhiq. Dhe na kanë thirrë me shku me tërhiq, ma sa ne kanë thonë jo, veç me na nimu me mjete se na nuk dolëm na përrim këtu. Po. Kryetar, a kisha mujt veç me pyet edhe pronarin e shtëpisë qëtu? Po, do ishte t'i karu. I nderuam, komuna i pas ka dërgu zjarfiksit në brama, po? Po, as keni pranu vetë me dalë për shtëpisë? Ja, s'kena një sanes, s'kena në kom. Po. E ju keni kërku veç dëm shpërblim, a? Veç të rrugë, ma e s'pak, ka të mundësi. Po, okej. Kryetar, për rrugën këtu që është bloku, a pritet njëherë masi të largohen vërshimet, apo? Se ka po dam të asfaltit. Ocean, Po, rruga është damtu, nuk është bloku, është damtu. Rëzik, kushdo që i prek shirit ati kalën, i kuto rëzik për jetën e tyne, sepse nuk dihet sa o damtu rruga. Po. Përse ura është 200 metra ma përbora. Po. Edhe lumje ka përfshia, dje se ka damtu shumë, pra më konë shumë rëzik një qytetarë se ka hy, qështu edhe u konë të metën. Po. Në pjesë ku i ka dhry lumje. Po ju kuptoj, zotit Ladrov, Ali rrugë nga ujtë, mi po domet, mi po ato, na ju këna po thire qytetarëve mos me kalu, po. Ku kjena shirita nuk ban me kalu. Po. Dësia është veç atyne. Po, falenderit. E pat pra edhe prononcimin e kryetarit të komunës së Drenasit, zotit Ramiz Ladrovci, njëjti ka thonë që pas largimit të ujit, pra që është shkaktu prej vërshimeve, duhet me pas se çka janë damet tek rruga edhe pastaj me marr masat e tjera. Sa i përket familjeve të bllokume, komuna ka thonë që i kanë ofruar një herë vetëm largim prej shtëpive, të njëjtit nuk kanë pranu, do të thotë një herë për një herë janë të sigurt në shtëpitë e tyre sipas tyre. Kryetari ka thonë që shiritat kudo që i kanë vendosur, pra sta shiritat që po i shohim cilë janë largu prej qytetarve dhe prap po vazhdojnë me sarkullu në rrugën e dëmtume. Si pas kryetarit Ladrovci, i njëjti ka thonë që përgjithësia bie mbi ta pasi që rrezikojnë jetën e tyne kur kalojnë nëpër këto rrugë cilat po shihet që janë gjithat mbulume prej ujit edhe janë të dëmtuara.